Dashi, Dielli dhe Neptuni do zbukurojnë ditën tuaj, duke sjellë një valë pozitive dhe qetësi të brendshme. Për çiftet, kjo ditë do jetë një nga më të bukurat dhe më me fat. Shfrytëzojeni për të shprehur ndjenjat pa rezervë. Beqarët do kenë fat, veçanërisht me persona të shenjës së ujorit. Mos hezitoni të bëni lëvizje të lehta. Në punë, letërsia ose marrëdhëniet me publikun do jenë fushat ku do shkëlqeni më shumë. Në planin financiar, kërkohet maturi, shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur stabilitetin. Një bisedë e sinqertë me një bashkëpunëtor mund t'ju sjellë ide të reja. Kujtoni që besimi tek vetja është ajo që ju udhëheq drejt sukseseve të mëdha. Demi, frymëzimi do jetë aleati juaj sot, duke nxit kreativitetin në çdo fushë që prekni. Në çift, planetët do ndikojnë pozitivisht te jeta sentimentale, duke ofruar emocione dhe gëzim. Kujdes që seksualiteti të mos e dominojnë lidhjen mbi ndjenjat. Beqarët në ndikimin e Merkurit do jenë të kërkuar dhe nuk do bien lehtë në dashuri me çdo takim. Prisni personin e duhur. Në punë të rregulloni të gjitha problemet e ngecura një etapë herë fillon për ju. Me shpenzimet, kujdesi do mbaj buxhetin me ekuilibër dhe do shmang ankthim. Një planifikim i mirëfill do jetë qetësi i suksesit. Binjakët, energjia e ditës mund t'ju bëjë më të ndjeshëm, prandaj kërkoni qetësi për të rifituar balancën emocionale. Në çift, klima mund të jetë nervoze, ruani komunikimin hapur edhe kur nuk gjeni zgjidhje të menjëhershme. Beqarët duhet të bëjnë durim dhe të mos lidhen me persona që nuk përputhen me vlerat tuaja. Cilësia është më e rëndësishme se sasia. Në punë, bisedoni me shefat dhe sqaroni çdo paqartësi për të shmangur problemet e ardhshme. Gjithashtu, kontrolloni impulse për shpenzime të pakontrolluara, sepse buxheti nuk është shumë i favorshëm. Një organizim i mirë i kohës do ju ndihmojë të menaxhoni stresin dhe të kapni mundësi të reja. Daforia, paqëndrueshmëria e ditës mund krijuar sfida me rrethin tuaj. Mbani qetësinë dhe mos nxitoni vendimet. Për çiftet, priten debate dhe mendime të ndryshme, mos lejoni që nxehtësia e momentit t'ju çojë drejt një vendimi të përhershëm. Beqarët do kenë një ditë më të kënaqshme se zakonisht, me mundësi për njënie interesante, veproni me maturi. Në punë, qartësia juaj do jetë avantazh, por mos vënoni veprimin sepse kush kërkon më parë përfiton më shumë. Financat do jenë më të mira se disa ditë më parë dhe buxheti do rifitojë stabilitetin. Një pushim i shkurtër gjatë ditës mund t'ju rigjenerojë. Luani, sot do përjetoni një qetësi rallëherë të takuar, pa asnjë problem të dukshëm. Në çift, shfrytëzojeni ditën për të lidhur me partnerin, përqafohuni shpesh dhe shkëmbeni fjalë të ëmbla. Beqarët do jenë të rrethuar nga njerëz, por zemra nuk do dridhet lehtë. Durimi do rikthejë pasionin në kohën e duhur. Në punë, dita do jetë dinamike, detyrat e reja dhe përgjegjësi do vinë, por me pak përpjekje gradualisht do ja dilni mban. Financat do kenë fat dhe papritur mund të merrni një shumë të konsiderueshme, përdoreni për investime të mençura. Mbani frymëmarrjen të thellë kur përballeni me sfida të vogla. Virgjëresha, fokusohuni sot te familja dhe zgjidhni çështjet e vogla të ngecura për të krijuar harmoni në shtëpi. Për çiftet, dita do jetë pozitive dhe bashkëpunuese. Afrohuni me partnerin dhe filloni plane afatgjata për të ardhmen. Beqarët nuk do jenë të vendosur për të kërkuar dashurinë dhe çdo hap të varet nga dëshira personale. Mos ndjeni presion shoqëror. Në punë, energjia juaj do jetë e pashteshme. Mbaroni detyrat pa ndjerë të lodhur dhe prekni çdo objektiv. Financat do jenë të qeta, duke ju lejuar edhe ndonjë shpenzim të vogël për kënaqësi personale. Një listë prioritetesh do ju mbajë të organizuar. Dashurja. Sot është mirë të reflektoni disa herë para se të hidhni hapa, sepse vetëm kështu do I përmirësoni gjërat gradualisht. Në çift, qielli I dashurisë do jetë pare dhe asnjë planet nuk do ndikojë negativisht, do ndiheni të sigurt dhe të lumtur. Beqarët do kenë përpara disa persona tërheqës, prandaj merrni kohën e duhur për t'i njohur ata pa u nxituar. Në punë do nis një periudhë më e qëndrueshme, do fitoni besim tek vetja dhe do bashkëpunoni me kolegët me frymë pozitive. Financat kërkojnë kursim, shtrëngoni pak ripin për të mos rrezikuar buxhetin. Një bisedë e rastësishme mund t'ju sjellë një ide fitimprurëse. Mos harroni të festoni çdo arritje të vogël për të ruajtur motivimin. Akrepi. Sot çdo gjë do shkojë si dëshironi dhe rezultatet do jenë shumë pozitive. Në çift do jeni të imase romantik dhe do mendoni surpriza kreative për partnerin, ai do jetë I gatshëm t'i provojë të gjitha idetë tuaja me kënaqësi. Beqarët duhet t'i lënë gjërat kohës, sepse nxitoja mund t'ju çojë drejt shkënjimit dhe lëndimit emocional. Në punë, qasja juaj luftarak do sjellë frytet e para,
Keni një metodë të shkëlqyer për të arritur objektivat dhe asgjë nuk mund t'ju ndalë. Në financa do shihni përmirësime më të mëdha se në pritshmëri. Një pushim i shkurtër gjatë ditës mund t'ju rigjenerojë energjitë. Shigjetari. Sot do reflektoni më pak rebeli dhe do përpiqeni t'i merrni gjërat me qetësi për të shmangur qëndrimet e nxitura. Në çift, dashuria do jetë e qetë, por kujdes me fjalët. Një koment i nxituar mund të krijojë tension. Neptuni do jetë mbështetës për ju, duke ju ndihmuar të dilni nga situatat e zynta pa u dorëzuar. Beqarat që patën një takim kohët e fundit mund të shohin zhvillime pozitive, përgatituni për një fillim të ri të mundshëm. Në punë, ambicia juaj do jetë e papërmbajtshme dhe asgjë nuk do ju ndalë të arrini synimet. Financat janë të mira, por kërkohet punë e vazhdueshme për t'i përmirësuar akoma më tepër. Një këshill e vogël mund t'ju japë një perspektivë të re. Britsjapi. Sot do ndiheni më shprehës, më entuziast dhe më optimist në çdo fushë të jetës. Në çift, harmonia do mbizotërojë në vend të aventurave kalimtare, rëndësi ka të jeni pranë partnerit dhe të ruani ekuilibrin emocional. Beqarët do kenë takime të veçanta, por durimi është qelësi. Mos i nxitoni gjërat për të shmangur shkrenimet. Në punë, të gjithë planetët do formojnë një aleancë për t'ju mbështetur. Dita do jetë e shkëlqyer dhe do fitoni mirënjohjen e shefave. Financat kërkojnë durim, jo çdo gjë ecën me shpejtësinë që dëshironi, ndaj bëni plane afatgjata. Një ide e re mund t'ju sjellë përfitime të papritura. Ujori. Optimizmi do jetë mik i pandar gjatë kësaj dite dhe do dini ta kontrolloni veten në çdo situatë të vështirë. Në çift, edhe pse mëngjesi mund të sjellë mosmarrëveshje të vogla, pasdite do rikthehet qetësia dhe do kaloni çaste romantike së bashku. Beqarët duhet të pranoni ftesën për një festë. Atje mund të ndeshin persona interesant dhe lidhja që krijohet mund të jetë e veçantë. Në punë, durimi dhe bashkëpunimi me një koleg mund t'ju çojnë drejt suksesit të përbashkët. Saturni do favorizojë financat dhe mund të keni përmirësime të ndjeshme. Një plan emergjence financiar do ju ndihmojë të rrisni sigurinë. Peshqit. Energjia juaj kreative do jetë në kulm gjatë kësaj dite, duke ju shtyrë të bëni gjëra të veçanta dhe origjinale. Në çift do bëni lëshime ndaj partnerit që marrëdhënia të përmirësohet dhe të përjetoni momente të ngrohta dhe harmonike. Beqarët nuk do jenë më agresiv si më parë. Do pranoni njohje të reja me kënaqësi dhe mund të fillojnë aventura romantike. Në punë, marrëdhënia me kolegët do jetë më e mirë se kurrë dhe do dini saktësisht si të organizoheni për të arritur objektivat. Financat kërkojnë kujdes në spekulimet, shpenzimet e mirëmenduara do ruajnë ekuilibrin. Një pushim i vogël mund t'ju qoftë për sfidat e radhës.